Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi në një tjetër episod Koha për të folur. Dhe sot me ne është Joel Duka. Përshëndetje. Një nga tema që ne në fakt donim të flisnim, ndërkohë që unë po bisedoja me Joelin, më tha që unë dua të flas për faktin që ndoshta ne shërbejmë kish, si është ka qenë konferenca për mua këto vitet e fundit, si e shoh adhurimin, dhe në fakt mendoj që është një përmbledhje temash interesante që të flasim për të rinjt. Ti më ke thënë që ke disa vite që shkon në këtë konferencë? Po, unë po bëj gati 5 vite në këtë konferencë. Edhe kur kam ardhur për herë të parë, isha thjesht si pjesëmarrës, si adoleshent, edhe me atë gëzimin për të shkuar, për të marrë më shumë nga Zoti, edhe që herën e parë që kam ardhur, ka qenë një bekim i madh për mua. Edhe që nga atëherë ka qenë një gëzim i madh, një entuziazëm që të vija çdo vit në këtë konferencë. Unë në fakt i pyes të gjithë, i them, çfarë ka qenë diçka që të ka lënë shenjë, ose diçka që të ka pëlqyer, ose të ka lënë bresa, gjatë kohës që ndoshta pastori ka folur, një këngë adhurimi që ndoshta të pëlqen, një varg që është ndarë që ti kur shkosh në shtëpi do e marrësh me vete, çfarë ka qenë diçka specifike për ty? Për gjatë këtyre viteve, gjëja që më ka prekur më shumë ka qenë prezenca e Zotit që ka qenë shumë e madhe në këtë vend, edhe adhurimi, po, muzika, këngët, por edhe koha në lutje, në reflektim, duke menduar, duke vënë gjithë fokusin vetëm tek Zoti dhe duke harruar gjithë pjesët e tjera. Kjo gjë ka ndikuar shumë mirë tek unë edhe më ka ndihmuar që të kuptoj më shumë karakterin e Zotit edhe zemrën e Ati, thonë. Me që më the për këngët e adhurimit. Që se do të pyesja, kush është këngë jote e preferuar adhurimit që është bërë deri tani në konferencë? Atëre, një nga këngët e preferuarat mia ka qenë Hosana, nuk e di edhe nga fjalët, më ka ndihmuar më shumë, jo vetëm fjalët, edhe melodia e gjithë kënga më ka ndihmuar më shumë që të hyj në prezencën e Zotit edhe thjesht të dorëzohem përpara Tij. Kur jemi në kish ose në konferencë, me të vërtet marrim një pikpamje tjetër ose i shohim pastorët tanë, njerëzit që na drejtojnë, me një sy tjetër ose jemi shumë falënderues për ta, themi faleminderit Zotit që na e ka sjellë që ata të na mësojnë. Si ndihesh ose si është kur je në konferencë dhe sheh pastorin tënd që flet, pastorët që flasin dhe thua, o Zot, faleminderit që ne i kemi ata në jetën tona, dhe atë gjallë dëshirë ty për të lutur për ta, ose ndoshta edhe një ditë nëse është thirrja e Zotit për jetën tënde, të vazhdosh të njëjtën rrugë? Po, për mua gjithmonë ka qenë një inkurajim kur kam dëgjuar qoftë edhe pastorët huaj, por edhe pastorët tanë të bekuar që kanë dhënë fjalën te konferenca, ka qenë një inkurajim i madh për mua, edhe lutjet e tyre, fjalët e tyre që ishin drejtuar nga fryma e shenjtë, ndonjëherë më kanë folur edhe mua personalisht edhe shumë vetave dhe nga fjalët e tyre, nga ndërhyjet e tyre në frymë, atëherë ka qenë direkt fjala e Zotit që më fliste drejt për drejt, edhe kjo gjë më ka ndihmuar të afrohem edhe më shumë tek Perëndia. Edhe me të vërtet kjo është shërbesa jonë edhe. Kjo është shërbesa që bëjnë edhe pastorët, drejtuesit tanë, etrit tanë frymëror që na drejtojnë tek Perëndia, tek zemra e Atit, edhe pse jo, nëse është vullneti i Zotit, nëse ai do që edhe unë drejtoj një kish një ditë, ai di është plani i tij. Por që i vogël më kanë thënë shumë veta, ti je pastor i arshëm, po mu zakonisht nuk më pëlqejnë shumë titujt, por që ku i dihet se si është vullneti i Zotit, por fundja fundit gjithë jemi shërbëtor në mbretërinë e Perëndisë. Unë zakonisht ndonjëherë kur dëgjoj pastorët e kishës edhe kur jam predikim, kam një moment që them, o Zot, faleminderit për ta që na mësojnë gjëra që na mësojnë, sepse nuk do ta dija këtë gjë nëse nuk do na e mësonin. Dhe ndonjëherë them me atë kuptoj, ti the nuk më pëlqejnë shumë titujt, dhe ndonjëherë flas me pastorin që kam në kish, që është dhe babi im, në fakt, dhe i them, o babi, them, e pyes, si ka qenë për ty të filloje, si ja fillove në fillim, dhe normal që gjithmonë nuk është shumë e lehtë të fillosh, ama ka një bekim edhe një hir të veçantë për pastorat tanë edhe njerëzit që na drejtojnë,
dhe janë kaq të bekuar, na ndihmojnë kaq shumë në gjërat që unë nuk e di se si do sillesha në disa momente nëse nuk do kisha mësimin e tyre, drejtimin e tyre, udhëzimin e tyre, dhe jam shumë falenderuese që ne kemi njerëz që mund të mbështesim kokën dhe na ndihmojnë. Padyshim që pastorët në sytë e mi janë luftëtar shumë të fuqishëm në mbretërinë e Perëndisë. Unë e shoh edhe vetë me jetën time si biri i Perëndisë, si krishter, ne vetë kemi sfida çdo ditë në jetën aty jashtë, ne vetë kemi sfida frymërore, edhe kur mendon që pastorët ose drejtuesit tanë kanë 2 fish ose 10 fish sfida tona, që edhe ata tundohen si ne, edhe ata kalojnë sfida si ne, edhe prapë qëndrojnë aq besnik, bën të mendosh njëherë që ata janë luftar të patundur, që janë me të vërtetë inspirim për mua. A ka qenë ndonjë person në kish që ka ndikuar pozitivisht te ty, ka pasur një impakt në ty dhe ndoshta unë them ka lënë një shenjë që sot e kësaj dite ti e kujton dhe thua gjëra që ti më ke mësuar ose mënyra se si ti ke ndikuar në jetën time ka qenë shumë e domosdoshme? Po, padyshim ai person ka qenë askush tjetër përveç babait tim, Ymer Duka, edhe me të vërtet mu më ka inkurajuar shumë jeta ti, sa që e ndaj edhe me të tjerët jetën e prindërve të mi. Jo vetëm babi, por edhe mami kanë qenë të dy një shtys, një inspirim për mua, se si kanë parë jetën e tyre, dëshminë e tyre, nga kanë ardhur, sa vite kanë shërbyer, kanë sakrifikuar për Perëndin, edhe pa marrë shumë, domethënë, përfitime ose dhurata këtu në tokë, por dhuratat janë qiell, edhe mënyra se si unë i kam parë, domethënë, edhe pse ata janë një inspirim i madh për mua, sepse unë kam qenë aty në çdo moment afër tyre, edhe në moment sfidash, edhe në moment vështirësish, edhe kur kthem mbrapa dhe mendoj se si kanë qenë aq të fortë në Zotin, Zoti i ka mbajtur dhe i ka dhënë forcë, edhe kur e mendoj që ato sakrifica dhe atë zemër të zjarrt që ata kanë për Zotin, unë për vete nuk e di a do e kisha bërë, do ja kisha dalë vetë me gjitha ato sakrifica edhe zgjedhjet mëdha që kanë bërë për t'i shërbyer Zotit. Babai im edhe mami im kanë qenë një inspirim i madh për mua. Në fakt më bëre të mendoj tani, kur po flisje për babën edhe mamin, sepse jam shumë dakord me ato që ti po thua, edhe mund të them që të kuptoj nga kjo anë, sepse mendoj të njëjtën gjë për prindrit e mi, dhe thjesht mendoj gjërat që më kanë mësuar mamat për vajzat janë fantastike, po dhe babi, të dy bashkë, dhe shoh rëndësinë që ata kanë pas në jetën time, dhe them me veten time nuk e di, gjithmonë bëj shaka me mamin, historikisht, dhe i them, o ma i them, po të mos më kishe mësuar ca gjëra, o bo, do kisha lënë nam. I tha, vazhdimisht dhe kisha katranosur fare muhabetin. Dhe jam shumë, mendoj që është e rëndësishme që t'jemi mirënjohës, dhe kur jem mirënjohës, është shumë e veçantë kjo me Zotin, Zoti e di kush janë njerëzit që janë mirënjohës, dhe kur jem mirënjohës mund të marrësh më shumë nga Zoti, nga Perëndia. Sepse vlerëson punën që tjetri ka bërë, vajosën që tjetri ka, thirrjen, dhe kur ti e vlerëson ti e respekton, dhe ne marrim shumë nga njerëzit që ne respektojmë. A ka një gjë që ti, një moment, ose duke qenë se po më flisje për prindrit, a ka një moment që ti e mban mend si fëmijë që ka lënë shenjë te ty, ke thënë e pash këtë gjë, dhe sepse pash këtë gjë, unë do vazhdoj të shërbej Zotit gjithë jetës time. Atëherë, nuk ka qenë vetëm një moment, ka pasur shumë momente, por unë që i vogël, domethënë, shkoja në fshatra me prindrit e mi, isha pjesë e shërbesës së tyre, edhe ata shërbenin, domethënë, çdo ditë javës gati, edhe unë isha pjesë e asaj, edhe duke parë se si ata shërbenin, duke parë punën e palodhur, nuk e di me sa mbaj mend unë, se nuk mbaj mend shumë kur isha fëmijë, por ishte ai gëzimi, ishte ajo kënaqja me pak, domethënë, ishte ajo dashuria e madhe
që prindit, edhe pse nuk mund t'i kishin gjithat na jepnin, prap ishte ajo dashuria, gëzimi që të ishe në praninë e prindërve, edhe ajo figura e atit, do me thënë, dashuria që më ka treguar ati edhe nëna, me thënë, paga shumë... I shërbejmë Zotit me shi, me borë, me verë, me dimër. Zemra e prindërve të mi më ka treguar në një mënyrë ose një tjetër se si është zemra e atit tonë që kujdeset edhe pavarësisht çdo gjë nuk dorëzohet kurrë mbi ne. As prindrit e mi nuk janë dorëzuar tek unë edhe duke u rritur me këtë gjë, edhe unë jam rritur me dashurinë e Perëndisë edhe gjithmonë e kam pas të dashuri edhe për njerëzit, edhe për tjerët. Do të thënë, edhe për armiqt. Biblia thotë lutuni dhe them vërtetën ky ishte një nga vargjet që megjithëse e përqeja shumë si varg, ndonjëherë më bënte me nerva. Sepse si parim është shumë bukur ta dish dhe ti e realizon, ama kur të vjen dikush që me të vërtet ka bezdisur ose të ka acaruar, të ka mërzitur, edhe ti tani do të thosh, o Zot, dhe unë do të lutem për këtë që ky të ketë jetë të gjatë, të ketë të gjitha gjërat e mira, kjo është gjëja e fundit që unë dëshiroj të bëj në këto momente. A të ka ndodhur njëherë që të është dashur, je ankuar kështu brenda vetes, o Zot, nuk dua të lutem për këtë person dhe e ke bërë. Dhe a ke parë benefite? Po, sigurisht ka ndodhur me shumë persona edhe do me thënë që ndoshta nuk kanë mbajtur një qëndrim të dur ndaj meje, por me kalimin e kohës unë i kam falur ata edhe do me thënë sigurisht nuk është një zgjedhje lehtë të falësh, por kur ti e parashtron para Atit në lutje, edhe vetë fryma do drejtoj ty që fale atë person, që edhe Jezusi i do ata, edhe pse mos t'i duam edhe ne, edhe pavarësisht se ne njerëzit nuk jemi perfekt, duhet të mësojmë t'i duam njerëzit ashtu si janë, edhe t'i pranojmë ashtu siç Jezusi na pranoi ne. Më pëlqen shumë fakti që ti po i mshon faktit dashurisë në fakt, edhe ne të paktën në ditët ku ne jetojmë sot, ne kemi shumë të rinj që i gjykojnë njëri tjetrin dhe në vend që ta ngrenë njëri tjetrin lart, në fakt e ulën njëri tjetrin poshtë. Thonë gjëra që nuk do donim që të na e thoshin, sillen me ne një mënyrë që ne nuk do donim që ata të silleshin. Është e rëndësishme për ty të tregosh dashuri dhe mirësi, zemërbutësi, zemërgjërsi bashkëmoshatarëve të tu, dhe a mendon ti që kjo gjë është e rëndësishme dhe Zoti na e thot këtë gjë në Bibël? Padyshim që Zoti na jep si urdhërim të parë, ta duam Zotin të parin, me gjithë mendje, me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, edhe ta duam të afërmin tonë. Dhe jo vetëm ata që na duan neve, por edhe ata që nuk na duan. Edhe pse jo gjithmonë e kam pasur këtë mënyrën e shprehjes së dashurisë ndoshta me fjalë, do unë e kam shprehur me vepra, unë jam më shumë njeri i veprave, nuk jam shumë i fjalëve, edhe dashurinë e kam shfaqur në mënyra të ndryshme, qoftë nga përullësia nga ana ime, ose qoftë duke i dhënë ndihmë dikujt në nevojë, ose edhe pa e kërkuar ndihmën duke ja dhënë. Pse? Sepse kam menduar që edhe ai person ndoshta nuk mund ta dojë ndihmën time, ose nuk mund ta ndojë misin time, prap në qoftë se unë e tregoj atë dashuri pa kushte, atëherë do shfaq Krishtin. Kur je në konferencë ose në kishë dhe ndjen një moment dashurinë e Zotit, a ka pas një moment ose disa momente që ke thënë unë ndjeva këtë dashuri dhe dua të jap po këtë dashuri të tjerët? Ka pasur edhe për mua momente, domethënë, shumë momente kur Zoti më ka folur drejt për drejt, edhe në shumë gjëra se ndoshta ndonjëherë ne futemi në prezencën e Zotit, por harrojmë që duhet pendohemi për disa gjëra. Edhe kur Zoti thot ti duhet ta lësh pas këtë gjë, duhet pendohesh, edhe kur pendohesh në atë moment, edhe vërtet e hap zemrën plotësisht ndaj Zotit, atëherë fillon edhe ai ndryshimi, atëherë fillon edhe çlirimi, edhe mbushja më tepër me frymën e Tij. Shumë e vërtet,
dhe në fakt ndryshimi nuk është gjithmonë një gjë e kollajt ose një gjë e lehtë për të bërë. Është i domosdoshëm, por nuk është gjithmonë shumë i rehatshëm. A ke pas një moment në jetën tënde ku ke ndjerë që ke pasur nevojë të ndryshosh diçka? Nuk ka qenë gjë më komode për të bërë, ama ka qenë një gjë e domosdoshme dhe e nevojshme. Po, një gjë personalisht që ka qenë si fjalë nga Zoti ose si një thirrje, ishte një gjë që më shtyte nga përbrenda që për si e kaloj kohën, domethënë, cilave gjërave i jap prioritet, qoftë shoqëria, qoftë telefoni ose shkolla, domethënë si e kaloj kohën time të lirë, apo mundohem unë që ta përmirësoj veten, apo mundohem unë që ta afroj më shumë me Perëndin, apo thjesht po shkoj me turmën ose si të shkoj rryma. Edhe kjo gjë ka ndodhur për një periudhë të gjatë, domethënë si një izolim personal i vetes, si një izolim për një periudhë të caktuar, kur Zoti e ka përdorur atë kohë dhe më ka izoluar nga disa njerëz, domethënë, jo për të më larguar nga ata, jo për të prishur marrëdhëniet me ta, por që unë të rritesha vetë nga ana frymërore dhe nga karakteri. Edhe gjatë kësaj periudhe jam rritur më shumë në njohjen e Perëndis, edhe në karakter dhe në mirëqenien e gjitha. A është e vështirë të shkosh kundra rrymës? Po, në ditët e sotshme, shumë njerëz ndoshta habiten kur unë personalisht i them jo nuk do vi aty, ose jo nuk mund të vi dot me ju, ose... Nuk mund ta bëj dot këtë gjë që po më kërkoni që ta bëj. Po, me thënë, nuk është se jam gjithmonë jo këtë, jo atë, por që nuk jam kundra të bërit qef, por jam kundra disa gjërave që e di që në fund nuk do ndikojnë mirë as tek unë, por as tek ne si shoqëri, me thënë, nuk është diçka produktive, dhe kur diçka nuk është produktive dhe nuk na afron tek Zoti, unë jam munduar të largohem nga kjo gjë, edhe të fokusohem të bëjmë diçka tjetër. Sigurisht ka qenë e vështirë, sepse njerëzit do të sulmojnë, do thojnë po pse ka ndonjë gjë më të mirë për të bërë, ose çfarë do bësh, domethënë nuk ke ndonjë gjë tjetër për të bërë më të mirë se kaq, por që gjithmonë ka më mirë. Edhe rritja jonë personale është kur ne kalojmë kohën qetësi me Zotin, edhe kur ne reflektojmë me të vërtetë se çfarë ai ka për ne. A është e vështirë në ditët e sotme që të gjejmë një shoqëri të mirë, ose mund të them në këtë farë mënyre një shoqëri besimtare me të krishterë? A është e vështirë për ne si të rinj? Që të gjesh një shoqëri të krishterë nuk është e vështirë, besoj, sepse të krishterë kemi dhe miq nga të gjitha kishat, por që të gjesh një shoqëri që do të lutet me ty, do të t'inkurajoj, do të adhuroj me ty, është pak e vështirë. Pse? Sepse ndoshta ne si të krishterë ne nuk i kemi krijuar këto, si e quhet, habits, këto do me thënë praktikën e lutjes së bashku shpesh. Do me thënë, nëse unë do i thoja ai shokut tim, hajde do lutemi për këtë ose për diçka, do thoshte, po pse do lutemi, lutu vetë. Edhe do me thënë, ne si të krishterë në përgjithësi flas, ndoshta nuk arrim që t'jemi së bashku gjithmonë mbështetje frymërisht. Sigurisht jemi mbështetje nga ana emocionale, ose mund të kalojmë kohë bukur me njëri tjetrin, po për te gallatave dhe gjërat bukura, nuk e besoj se ne kalojmë shumë kohë së bashku në lutje dhe në adhurim. Por përgjithësi e bëjmë këtë gjë, por nga ana e këshillave, nga ana kur ti do të lutesh personalisht, ne nuk e bëjmë shpesh këtë. Unë kam bërë një gjë të paktën me vajzat disa për shoqeve të mia, e dim që kur kemi një problem ose kemi një punë për të bërë, çfarë bëj, i them, shkoj kap dorën dhe i them, do lutemi, edhe thot, lutemi.
Dhe nuk ka rëndësi shumë a mund të jesh në klasë, a mund të jesh në punë, a mund të jesh në shtëpi, a mund të jesh në kuzhinë. Ndonjëherë vendi më i mirë për të lutur është në kuzhinë, ndonjëherë vendi më i mirë për të lutur është në dhomë, varet aty ku ti je rehat, aty ku Zoti ka vëmendjen tënde. Dhe mendoj që është e rëndësishme që të mësojmë shoqëria jonë të mësohet sot që hajde lutemi, hajde adhurojmë Zotin bashk. Unë që dëgjojmë shumë muzikë dhe i them, kam gjetë një këngë 3 do e dëgjosh, ose kam parë një gjë që më pëlqen, a mund ta shohim bashkë edhe më thuaj si të duket. Kështu që mendoj që është e rëndësishme që dhe me shoqërinë tonë të mësojmë të jemi fleksibël dhe kam mësuar që pse jo dhe jo të krishterëve të afrohemi dhe të themi, a të pëlqen kjo kënga, për shembull unë kam provuar një herë. Të them, a të pëlqen kjo kënga, si të duket? A të tërheq, e kemi në kish, ne bëjmë të takimi jonë të rinjve, do vish ndonjëherë dhe mendoj që të jemi kreativ edhe të jemi të hapur, të jemi social, të jemi fleksibël dhe të jemi të guximshëm. Jezusi ishte i guximshëm, edhe ne të jemi të guximshëm, kur i afrohemi miqve tanë, t'i afrohemi me guxim, hajde në kish. Do vish me mua diel në kish? Kështu që mendoj që është shumë e rëndësishme. Më kujtove një shembull me këtë rast. Duhet jemi si fëmijët, si thot edhe Jezusi. Besoj se që të afrohemi dhe që të shkojmë kish ose që të lutemi së bashku me njëri tjetrin, duhet ta heqim pas atë krenarin ose unë kam gjëra tjera për të bërë, ose në gjithë rutinën tonë duhet i lejmë pas e duhet fokusohemi te Zoti edhe prandaj lidhet kjo me këtë fjalën e Jezusit që duhet jemi si fëmijët, sepse fëmijët kur e bëjnë një gjë, e bëjnë 100% edhe fokusohen aty, ose kur besojnë tek Zoti, besojnë 100%, pa dyshim. Edhe ashtu duhet jemi edhe ne, të jemi me një zemër të hapur si fëmijët, pra të jemi me një zemër si fëmijët, por nga menja duhet jemi të maturuar, pra, që të dim çfarë zgjedhim. Faleminderit shumë që ndave zemrën tënde me ne. Unë e vlerësoj shumë dhe mendoj që kaluam një kohë shumë të mirë dhe është një gjë e nevojshme që të rinjt të dëgjojnë si të japim dashuri njëri tjetrit, por edhe si të gjejmë shoqëri, miqësi, edhe të jemi të guximshëm për të folur njerëzve që kemi përreth nesh. Kjo ishte koha për të folur, bashkë do të jemi javës tjetër. Shumë bekime.